Të nderuar teleshikues, në vazhdim do të sjellim përpara jush një pjesë speciale që ka të bëjë me kontributin që në këtë periudhë të pandemisë japin për opinionin, për publikun mbar shqiptar edhe artistët. Kësaj radhe vinë përpara nesh me një recitim special artistët e mirënjohur të qytetit të Korçës. Bëhet fjalë për një video që është transmetuar në mediat sociale, është një poezi e recituar nga një grup artistësh nga Korça. Poezia është me autor Spiro Katundi. Bëhet fjalë për sensibilizimin e opinionit mbar publik shqiptar në lidhje me pandemin e koronavirusit. Pra shfaqen nota të sensibilizimit dhe ndërgjegjësimit të publikut në këtë poezi të shkurtër, por gjithashtu ka edhe nota optimizmi. Poezia titullohet "Me ty patjetër do të fitojmë". Poezia interpretohet nga Dimitër Orgocka, mjeshtri i madh korçar, regjizori Dimitër Orgocka është një nga artistët që është pjesë e këtij interpretimi. Gjithashtu është aktori nga Korça Mario Çaçi, në vijim është aktoria dhe poetja Mariana Shkurti, vazhdon më tej me drejtorin artistik Festim Tomori dhe mbyllet me një mesazh për të qëndruar në shtëpi, për të qenë të sensibilizuar, të ndërgjegjësuar për sa i takon rrezikshmërisë, por edhe kontributit që secili prej nesh jep në parandalimin e përhapjes kësaj pandemie. Pra, poezia titullohet "Mbi ty patjetër do të fitojmë", është poezi e autorit Spiro Katundi, por përpara se ta transmetojmë këtë si poezi, do doja të sillja përpara jush një biografi të vetë autorit Spiro Katundi. Ka lindur në qytetin e Korçës me 14 shkurt 1955, vjen nga një familje thjeshtë me prejardhje disa breza klerikësh. Babai i tij shërbeu si klerik deri në vitin 67, periudhë në cilën u ndalua pastaj nga komunizmi në Shqipëri besimi fetar. Spiro Katundi ndoqi rrugën e babait të tij si klerik ortodoks, duke u pranuar në vitin 1992 për të qenë një klerik i këtij besimi. Është i martuar dhe ka 2 fëmijë. Është një nga klerikët, është një nga këta klerik të sotëm, por që ka një aktivitet artistik në të kaluarën, dhe jeta e tij artistike fillon qysh në shkollën 8 vjeçare duke marrë pjesë gjallërisht në aktivitetet artistike. Regjia, ju lutem, mund të na sillni një fotografi të kësaj periudhe, po shikojmë pra Spiro Katundin në një interpretim muzikor, dhe kjo është pra e periudhës përpara se zoti Spiro Katundi të dedikohej si prift ortodoks. Pra fillimet e jetës artistike janë qysh në shkollën 8 vjeçare duke marrë pjesë gjallërisht në aktivitetet artistike. Në 67-ën fillon si aktor protagonist në teatrin e Kukullave të qytetit të Korçës dhe njëkohësisht aktivizohet në teatrin profesionist Andon Zako Çajupi në Korçë me role të vogla. Në vitin 1974 kryen shërbimin ushtarak në qytetin e Cerikut, përsëri dhe aty u aktivizua me aktivitetet artistike, me krijues dhe artist qytetit, ku kreu shërbimin ushtarak. Në vitin 1975 merr pjesë në festivalin e 4 të këngës të muzikës së lehtë në qytetin e Elbasanit dhe më vonë në festivalin e 5 të këngës Po atje. Gjatë kësaj periudhe, zoti Spiro Katundi shquhet edhe si krijues tekstesh dhe këngësh. Kjo është edhe ajo që sjell në këtë pjesë speciale të programit ton nëpërmjet poezisë së tij,
Poezia titullohet "Mbi ty patjetër do të fitojmë" dhe i dedikohet pandemisë dhe periudhës që po kalojmë. Njëkohësisht, zoti Spiro Katundi ka marrë pjesë në festivalet e muzikës së lehtë në Korçë në vitin 1987-88, dekorohet nga Ministria e Kulturës me çmimin Naim Frashëri të klasit të dytë dhe të klasit të tretë. Krahas estradës profesioniste të Korçës, ku debutoi për 15 vjet në korin Lira deri në vitin 1991, është viti kur zoti Spiro Katundi do të bashkohet, do të filloj studimet në shkollën akademike teologjike Ngjallja në qytetin e Durrësit. Në maj 1992 graduohet si diakon dhe në nëntor të po këtij viti graduohet prift, duke fituar më vonë të gjitha gradat më të larta që i takojnë një prifti familjar. Ai tani mban titullin e lartë kishtar ikonom dhe regjia mund të na sjellë një foto të fundit të zotit Spiro Katundi. Pra shërben për disa vite, drejton kishën e Mitropolisë së Shenjtë në Korçë, megjithse ishte dedikuar jetës kishtare. Ky klerik vazhdon të jetë kontribues në jetën artistike të qytetit. Në vitin 1992, me iniciativën e tij u ngrit kori për fëmijë në kishën Profiti Ilia. Në vitin 93 ngriti korin e burrave, po në këtë kishë në vitin 99 ngriti korin e Shën Niketa. Por më tepër se 25 vjet ka krijuar këngë për fëmijë dhe tekstet të muzikës, duke nderuar çdo vit interpretuesit që kanë interpretuar tekstet e tij me çmime të dyta dhe të treta në festivalet e fëmijëve në Korçë. Në vitin 2019, në muajin maj, fiton çmimin e parë me tekst kompozimit të tij në festivalin e 52 për fëmijë në Korçë. Spiro Katundi ka realizuar 2 koncerte recitale për fëmijë në vitin 1999 me Ne Vllazëroni dhe në vitin 2002 me këngë e poezi në vite. Pra si që shikohet, është një prej artistëve që sigurisht ka ndryshuar profesionin e vet, dedikimin e vet, përkushtimin e vet, por ka një kontribut dhe një periudhë artistike prej 53 vjetësh. Vjen përpara teleshikuesve tanë për momentin me vjershën dhe poezin, sikundër e thash, mbi ty patjetër do të fitojmë, poezi e cila interpretohet nga Dimitër Orgocka, mjeshtri i madh, nga Mario Çaçi, Mariana Shkurti dhe Festim Tomori. Në vazhdim do të doja që të ndiqnim këtë si pjesë, poezin e cila është bërë tashmë publike nëpërmjet mediave sociale. Jetur mbi njerëzit për t'i vrarë shumë shpejt e pushtove botën si një grabitçar i marë. Ja dole virus, i munde të gjithë, e paralizove gjithë globin. Akoma, të gënjen mendja, do të hahesh edhe me Zotin, por ti je i vetëm. Lufta s'do ndaloj, e ke të shkurtër jetën. Njerëzimi shpejt do fitoj. Viruse, murtaja, lebroza, sa shumë ka parë kjo gjithësia. Po nuk e ndale vetë vrapin,
do të ndalë Perëndia. Njerë kush nuk është me Zotin, edhe nuk ja nje mirësin. Kur vjen koha të ndalë sahatin, atëherë kujtohemi për Perëndin. Virus që vret njerës e s'ke të ndodhë. Robi djallet ke për të mbeku. Kujtoni se ke fuqi të zotërosh botën, por një ditë dhe ti ke për të vdekur. Hyre tek ne dhe s'do të shqitesh. Ti na lufton dhe ne do të luftojmë. Në asmëri do t'jemi gjithë jetën. Mbi ty, patjetër do fitojmë. Kjo botë, jo, nuk do dorëzohet. Ne Zotit i lutemi të natin. Ta dish, e ke të shkurtër jetën. Prej teje njerëzimi do të shkurtër. Të nderuar teleshikues, kjo ishte edhe poezia e interpretuar nga artistët Korçar për sensibilizimin ndaj situatës koronavirusit, duke përthyrje qytetarëve të respektojnë masat e vëna nga autoritetet, por ka edhe nota optimizmi sepse vetë poezia titullohet "Mbi ty patjetër do të fitojmë". Do të vazhdojmë më tej me programet e ditës së sotme.